الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وبعد. تندروا عبدالله فالندريمة فاكريمة شوشي من الله جل جلاله. Ata falenderojmë të vetëm për ti të njerën në tim dhe falje kërkojmë. Salavatët, përshëndetjet, oratat, bekimet, qofshin të mësuesin e njerëzimit, Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij, shokët e tij, besnikët dhe gjithë muslimanët të cilët pasojnë rrugën e tij deri në fund. Vëllezër të nderuar, ju përshëndesim me përshëndetjen islame. Selamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nëse ju kujtohet të nderuar vëllezër, gjumon e kaluar e kemi përmendur thonjën pejgamberit alayhi salam. Një hadith pejgamberit alayhi salam, pejgamberi alayhi salam do thotë në një thonjë që transmeton Abdullah ibn Mas'ud, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Thot pejgamberi alayhi salam, xheneti është më pranë juve, më afër juve se sa lidhsat e kutëve tuaja. Kaq afër e keni xhenetin. Po na thot pejgamberi alayhi salam. Pejgamberi për në këtë lajmë të mirë, vetëm që prej neve mbarët sa jemi të interesuar në hinë xhenet. Shumë afër e kemi. Afërsia e xhenetit me lidhsat e kutëve, herën e kaluar kemi përmendur shkurtimisht, kemi thonë tregon që njëri parsisht ku shkon, nëse ruhet prej vendet që i kanë ndaluar Zoti, ka mundësi me fitu xhenetin. Aspekti tjetër lidhsat, edhe si zakonisht lidhsat janë kucat janë kam të njërë të gjithësisht trupin e njërë. Qa të regon? Të regon aspektin se njeriu me vetën e ti, nëse frënën vetën e ti prej haram, prej ndalesa, që Zoti ka ndalu vendet në shku, ose prej gjunohën përgjësi, e ka shumë letë me fitu xhenetin Allahu dhe në shumë. Po ashtu, gjumon e kalune, kemi thonë se kemi filluar me një numër ligjërata, me një cikël 3 ligjërata, që e kemi luftuar me emrin e udhëtimit drejt kulturisë. Shumë autorë dhe libra kanë shkruar me këtë emër, udhëtimi drejt kulturisë. Jo udhëtimi drejt xhenetit. Kulturisë për shkak se po dojna me kon lumtur në këtë botë, edhe të lumtur natyrisht në xhenetin e Zotit në botën tjetër. Vëllezër të nderuar, natyrisht se udhëtimi në këtë botë është i shkuar, se jeta jote është i shkuar. Dhe stacioni i fundit i këtij udhëtimi, është xheneti. Stacioni i fundit i këtij udhëtimi që na e prej linjës e kemi nisur, është xheneti Allahu dhe Mesha. Pas që të vdesim, të ringjallemi, dalim para Allahut dhe në përgjithësi, e kështu me radhë e kalojmë kurrën e siratit, e pastaj çka? Pastaj na pret xheneti Allahu dhe Mesha. Udhëtimi jonë, vëllezër të nderuar në këtë botë, nëse mund me thonë mas shumë i përngjan një anije. A keni pa anije në detin, cilën e drejtojnë ata marinar. Po shofera ka anijës që i përmërë marinar. Dhe ku largohet anija prej bregur, e lem bregur, largohet, dhe i son kalon vetra, o qara me kështë mëra, në vrizem shtuke. Dhe gjatë udhëtimit plashëm, natyrisht kja një përballet me sturi, me dalë, përballet në forma të ndryshme mundën me pas probleme, se nga njerë detit të razohet. Mirë po, ata marinarët e vazhdimë, nuk dëzohet. Dhe në momentin kur arrin të bregu tjetër të capi fundit e tyre, e di një farë gëzimi, se jenë lorë, jenë dërmu, kur t'i shohin dritat, se zakonisht breg është i banuar,
dërtesa, këto brejtë në qetin e shtë. Kur I shuën drita kjo është e që ju ka nafu kuj, ju ka nafu copën për kuj e njësë më shkuj. Dhe këtat lodhje, këtat maltretime, këtat të probleme që ka po të nuk e si harë. Se pëshuën brejtë. E lërë po kur të arrinë të brejtë, që e krymë misionën e tyve, e krymë e tyve. Atëherë edhe pse e lodhin maltretuja harrojnë krejtë. Pra nësesh në ndëruar vëllezër, jeta ju një përngjon atyre marinarëve që kanë marrë rrugën me Atalinën, në brejtë, në dalin, në stërgjeshtë. E kanë marrë atë rrugë me vështirësi. Njeriu këtë botë vëllezër të lutë, ka probleme, ka të lashe, ka sprova, I ndodhin fatkeqësi. Rohas gjithë këtyre, kur njeriu afrohet xhenetit, Zotit e shet xhenetin, këtë fatkeqësi, problemet këtë botë. Qash I mirë që është xheneti, këtë fatkeqësi, këtë problemet, këtë të lashe. Vëllezër të lutë, një surën Kur'an, e ka emrin Suratul Mulk, që I vjen kaptina e sundimit, pushtetit. Allahu xhallahu ta në Kur'an, këtë sure, në ajetin e parë dhe në dytë, kështu thotë. Tebaraka alladhi biyadihi al-mulk. I lartësuar është ai në dorën të cilët është sundimi, pushteti, është fjala për Allah. I lartësuar është Allahu në dorën të cilët është sundimi, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dhe Allahu është bizotruesi, më I fortë, më madhori. Ajeti parë, ajeti dytë të Allahu. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayat. Allahu është ai I cili e ka kriju vdekjen edhe jetën. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Allahu është ai I cili fillimisht ka ajeti për na tregu madhështinë e Zotit. Që Allahu ka forcë mbi gjithçka. Edhe sundimi I vërtetë I takon Allahut. Pushteti në botë I takon Allahut të dëshmë. Ajeti I dytë më tregon Allahu është ai I cili ka kriju vdekjen dhe jetën për ju të provu juve, në provim ai këtë botë. Test. Për më na provu neve Allahu se cili prej neve po bën vepra. Wa huwa al-azizul ghafur. Allahu është I plotfuqishme, Allahu është falësi. Interesant kjo jetë për unë të Allahu e kemi kriju vdekjen edhe jetën, për mi tregu njeriu se o njëri, të je I gjallë, po para një kuhi je I thonë vdekën, Allahu ka bo gjallë. Allahu xhaleshon nuk ka bo gjallë për të shku rrugës të Allahu xhaleshon. Për të shku rrugës ti. Për paramendojnë të zëndeshëm, ma herët e përmena stacionin e fundit xhenetit. Paramendojnë, imaginojnë. Imaginojnë ta se zakonisht po kur njeri në shetë sytë dhe mënyrët e imaginojnë që. Me po për paravejtë që. Imaginojnë këtë udhëtim, se cili është ai udhëtimi që na duhet ne me shku në stacionin e fundit xhenetit. Imaginojnë, jeta në këtë botë, sprova, probleme, të lashe, I kalon këto mendimet e Zotit, vjen vdekja, vjen ringjallja, do të dalë fakti. Kur dalëm para Allahu xhaleshon e kemi një test tjetër. Ne Allahu xhaleshon çdo jetë do t'ja mundsoj me marr librin e tij të jetës. I quajtur libri I jetës, fluturon libri. Dhe dim që njeriu I mirë do ta merr me dorën e tij. Imagjinoni që do të jem me njerëzve të mirë me lejen e Zotit do ta marrën librin me dorën e tij. A kryen testi? Ja, vazhdon. Pastaj pas librit që të vepra tona që ai libri ka më modë. Është peshoja, bizalmi. Ka më modë vepra tona si ku që njëri modë kilogram. Një peshoje që ato e nuk mundësi me bohime këta. Modën vepra të njërit, nëse vepra të njërit. Testi 2. U matën vepra. Imaginoni që vepra tona ja mujnë vepra të njërit. Edhe vepra kemë të mira më shumë. Nëse kemë vepra më të mira më shumë, atëherë vjen momenti kur na duhet të kalojmë për hyrjen e siratit. A dini ura siratit? Sahlu është. Pejgamberi alayhis salam thonë
me mbrehut se sot te i shpatës, me rrugët se sot ti mja flokë. Ura e siratit. Ti kemi kalu në këma. Test, kjo urë është mbi gjenam. Ti me po gjenam me sy tu, dënimin e Zotit. Ti me po me sy tu. Edhe, nëse ki kalu testet para prake, në është me vazhdu. Si në këtë bërë, e kalën filan provimi, ki drejt një tjetër. Se kalën tjetërin, bjerë, dhe kalën dhe to mas pari. Por në botën tjetër s'ka fat dytë. Në ka fat dytë, si këta studenta që kanë, se kalën provimin a fotën e morë, është a fotë i dytë. Se kalën qërshurit është i shtatorit, se kalën shtatorit është i në turdeja ato. I qërshurit e qërshurit. Qaj është a fotë? I funit, i pare dhe i funit. Kalove pështove, s'kalove të shtove. Ura e siratit. Ata që kanë marrë librin me dorën e gjatë, atyre që kanë marrë maran vepra të mira, ma shumë kanë vepra të mira, do ta kalojnë urën e siratit. Dhe në momentin kur ata e kalojnë urën e siratit, ato përkohen në derën e xhenetit. Para derës së xhenetit. Dhe ne e kalojnë urën e siratit, dera e xhenetit. Një njeri urë ka thonë, kur e kam thënë kur do të jetë, kur do ta ndjej njëri vetën rahat. E kam thënë njëri tu, njëri nash. Ka thonë njëri tu vetën rahat, kur e shet që urën e siratit e kalon rrata, ka kalon. Si ta kalosh, po si jep në xhenetin e parë. Kalon urën e siratit, ato s'ka mund të shkap. S'ka mund të me punë të mira të këqija gjajë. S'ka mund të punë, ato veç ka xheneti është të pinë. O të pinë dera e xhenetit. O të prit dera e xhenetit. Nëse shtim pak imagjinatën edhe ma shumë, para mendon e para derës xhenetit njerëzit janë të bukur që kanë kaluar urën e siratit, po presin tash të hap dera e xhenetit. Kjo dera e xhenetit po pak më e madhe se dera. Porta e xhenetit. Se porta është më e madhe. E ke po ty ta porta që ne ma po sa dy, e hyj në çfarë? Se të ka hinë kanë Allah. Aja dera kryesore e xhenetit që quhet porta e xhenetit është shumë e madhe. Dhe njerëzit janë të bukur, grumbuj, rreshta, janë radhit në rreshta, po presin çfarë? Po presin momentin për me hi xhenet. Imagjinane, ato keni me po atë berë. Shokën e ngushtë më kërë, Omerin, Osmanin, Aliun, vajzën e pejgamberit Fatime, Merjemen, nanën e Isait. Keni me po njerëz shumë mirë, Ibrahimin a.s. babën e pejgamberit. Këtë njerëz më të mirë që na mësojnë për ta. Ti morëm shemb, po mundohet të shkojmë rrugës tyre, ato keni me po të dera e xhenetit. Mos harroni, të dera e xhenetit, janë në Melasha, edhe Melasha me atë dhe që kërinja. Pse? Jenë dola të në akritë. Me nga dëshiru një sarë. Melasha që dola me shparët me nga dëshiru një sarë. Qëka thëtë Allah o gjelëshanë për këtë përë? Dhe gjelë që thëtë Allah o gjelëshanë. Wasika l'ledhine të qawrab bëhum ila l'gjennet i zumara. Ata cilët ju kanë tu zërët tyre. E në rrët për tësia që i ka përru Zotin, e ka ndasht Allahun, e ka respektu Allahun, thët dhe të qohet grupe të gjenetit. Mërëndëm të gjenetit, të kur të gjenetit. Grupe të gjenetit, Allahu po thët. Amo me kështë, thët ata cilët jenë rrujt këtë borë, e kanë rrujt në deri, moralën e tyre, jenë rrujt për qia, i kanë kry obligimin dhe Allahu të lëshonë, ta njerës të rrujtën, ta njerës të vaqën, Allahu të lëshonë të diçka, do t'ja mundësaj që mi ka një me urë, siratit me gjitha, edhe do të përballën, do të dolin para derës xhenetit portës. A dhe çkaq? Dhe që në që thëtë Allahu në tjerë. Thëtë hatta idha ja'uha futihat abwabuha. Kur të vinë të xhenetit, të dyrët të xhenetit, thëtë ju hapën të dyrët të xhenetit. Kuj, panërë të kejtë. E çka ndodhën? Wa qala lahum khazanatuha. Dhe atyre rojet e xhenetit janë disa melaçe që i rujnë dyrët e xhenetit, që s'ja qenin derën gjithë. Dyrët e xhenetit i rujnë roje, melaçe, që Allahu i ka kriju për çfarë dyrë?
Edhe kërëve të gjenetit që e menaset tënë, ju thënë banurë të gjenetit, Selam aleikum, i përshëndesim me selam aleikum. Sykur nga për përshëndetit në këtë botë. Që ta përdena i përshëndesim me përshëndetit të gjenetit. Po, qa e Zotit qofë në ju, kush po bëjmë të menaset, për në dojnë neve, që nusën Zotit me qenë të tyre, thotë ti butum, thotë se rezultat i vepra të mira që kini bon, thotë të khuluha khalidin, hinë në gjenet, për gjithmonë takë. Hinë në gjenet, për gjithmonë në takë. Thash ma herët vëllezër të ndëruar të mundona të përvejtë tonë në njështë në vërdu. Njerëzit janë rreshta. Para me ndën e vetëm rreshtë. Sa shperencia i ka fillim i rreshta ka fundit rreshtë. Edhe nëse ke gabuar anë një donë në fond, ka kusht merë për dorë dhe të qenë rreshtë. Njerëzit janë rreshta. Në këtë moment, befasohemi kur vjen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi po vjen për ndonë rreshtat dhe po prin i pare, kush? Njeri parë që ka me hinë gjenet Muhamedi a.s. Muhamedi a.s. po prin edhe drejt e porta që vjen dhe po të kërë. Momentit kër Muhamedi a.s. po të kërë të porta e gjenetit, me lasën për bramë dhe të të kush është? Muhamedi a.s. thot, jam Muhamedi i biri Abdullahut. Jam Muhamedi i biri Abdullahut. Atëherë me laqën rëjët e gjenetit, po i thënë Muhammedit a.s. Ma ka urdhnu Allahu që mos me leju me hi kërkan, ja qelë derën kërkuj, përveshtë. Ti ja i cili të të ta qelë derën. Momentet kër Muhammedi po arë e gjenetit, po kësëndet me rëjën, po hapët dera e gjenetit. Si po hapët dera e gjenetit, para më ndënë të nëzën dëshëm era, po vjen aroma e gjenetit, ma i mirë që i së të. Ata që po presin rejshtë, para mëne me miliona njës. Me miliona njës në rejshtë. Me miliona njës. Po presin për me një gjenet. Besimtar të drejtë. Penim erën e gjenetit. E përmena atë portë të derën e gjenetit. E sa është që ja porta që shëndzam gjithë këta njerës që shë rëndanë. Dëgjane, thëtë pejgamberi a.s. Gjersia e portës gjenetit sa distanca mes Mekës e Siris. Apo më pra në të sajnë. Sa distanca mes Mekës e Siris. Gjimëra, mija, dere mëllë. Me një vetë mësë të nëse tonë të një. Me ko është? Me kaluar në siratët. Për me kaluar në siratët, të të mu përgatitë. Këtë botë, me bove e në përgatitë. Këtë botë, me bove e në përgatitë. Sa ma shumë, në rrujt për të qia, në njërë që me hinë gjenet, edhe Muhammedi a.s. Ata njerës që e konë ka fundi rejshtin, e që do është më konë të dhe që ka një mërë përdurit të ti dhe të konë të dhe se ti ke zhjumu jetimit. Ti dhe të konë të dhe se ke maru gjamin. Ti dhe të konë të dhe se e rupi punët të këshenë. Edhe nëse vetë që dhe të pozicionu, jenë Muhammedi a.s. Në të akra. Dhe gjenin lusë të zotit që nëse në kanë e nga bërë internet, do në të